guxoj për herë të parë ta them këtë sot këtu në këto media. Çfarë Pra, sinqeriteti. është e vërtetuar që heqja ime nga ndyrësira ministre që ishte atje në atë kohë ka pas kërkesa dhe ndikime nga vende antiperëndimore, sepse të gjitha arsyet dhe justifikimet ishin falso, që i vërtetoi edhe gjykata, që ishin gjitha gënjeshtra, dhe kjo tregon, po e lidh me veten që shkoi në makro. Tha, i ke qenë i vetmi person që ndërtove diçka që përbën të rrezik dhe kërcënim. Për arsye se ato nuk pranojnë që në Shqipëri Kreshnik Osmani dhe t'jap domethënë maj përgjithësi për këtë që them, të ecin në karrierë njerëz të cilët nuk janë të miratuar nga Beogradi dhe pjesërisht edhe nga fqinji. Nuk kanë mbështetje, të cilët nuk kanë mbështetje nga fqinji. Nga fqinji jugur, po. Po në mënyrë të veçantë nga Beogradi. Dhe kjo më ka kushtuar karrierë dhe nuk më ka kushtuar absolutisht kur në jetën time nuk jam përfshi në aktivitete politike. Partia politike e Dritan dhe Mirajt është dhe vetëm kombi shqiptar. Republika Shqipërisë e Kosovës, pjesa shqiptare e Maqedonisë e Malit Zi. Asnjëherë nuk janë partitë politike. Bukur. Pas ka momente sinqeriteti edhe Serbia, edhe diplomatët serb, me këtë që po më thoni që ju a ka thënë Shqip se ka qenë shumë i lumtur kur ju kanë heq nga ministria. Shqipen e din të shkëlqyeraj, zotëria. Shqipen e din të shkëlqyer, kishte mbi 10 vjet. Fliste shqip në mënyrë shkëlqyer, bukur. Pa diskutim, ato kanë mira agent të infiltruar në nivelet më të larta. Dakord. Në të gjitha institucionet e Shqipërisë, që nga forcat armatosura, që nga Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Brendshme, ju e dini lidhjen e shërbimit sekret, Shikut, e me radhë. Hiqet nga AKI-a, drejtoresha e shërbimit informativ, për lidhje me Serbinë ose dyshime, dhe Rama e merr kryetar të shërbimit informativ. Hajde ma spjegoti mu këtë tani. Dhe dalin e për videot e Epstein, të gjithë këto drejtuesit e institucioneve të larta shqiptare, të gjithë duke bërë marrëdhënie intime në institucione të ndryshme. Videot cilat kur të dalin do t'ju tregojnë gjithë këtyre ndyrësirave patronazhist që janë sulur si bisha të tërbuara, se po e ndjejnë Kreshnik që po i rrëshqet toka në këmbë, po ju largohet e dirama. Dhe pikrisht për t'ju përgjigj pyetjes tuaj me këtë televizionet e sërbëve që guxojnë tani haptazi, në gjykimin tim modest, hapja e një televizioni qartazi në Tiranë tregon që Rama dhe Vučići, siç e kemi thënë, kemi paralajmëruar, janë dy personazhe, dy binjak siames, të cilëve ju ka ardhur mesazhi për të larguar. Dhe pikërisht po përpiqen për të destabilizuar, për të krijuar narrativa falso, për ta intensifikuar luftën psikologjike, informative, të dizinformimit. Se ky është mesazhi. 3 misione kanë mediat serbe në Shqipëri. Dizinformimi, lufta psikologjike, lufta mediatike, dhe misinformimi, thash më duket. Dhe relativizimi i krimeve serbe, fika ndaj Kosovës, marrja nën kontroll e ekonomisë, e politikës, e gjithave. E marrja e narrativës nën kontroll. Par nga këto që po thoni dëshmi tronditëse, kolonel, a ekziston mundësia që këta kokat e mëdha që na kanë bërë moral të dalin tek dosjet e Epstein, apo dosjet e Gysa-Gasit janë më të rrezikshme se të Epsteinit, se kam dëgjuar që ka edhe aty i regjistrime me gryka shishesh e me gryka Kavanozi e me gjëra të tmerrshme. Keni ndonjë info për këtë? Do flas në përgjithësi. Gjithmonë në përgjithësi. Do flasim. Ne nuk flasim për emra personale, as nuk akuzojmë pa provë. Do flas në përgjithësi. Është e padiskutueshme. Të gjithë, unë për shembull kam shumë miq brenda rilindjes, kam shumë miq brenda socialistëve të cilët kanë një urrëtie të jashtëzakonshme ndaj rilindjes. Kur them rilindjes, them ndaj bordellos rilindjes, këtyre ndyrësirave qartë kanë vjedhur gjithë Shqipërinë. Ka shumë, po.
ndyrësirave që kanë vjedhur Shqipërinë dhe thonë, nuk ka racë më të ndyrë me aktivitetet satanike që bëjnë, dhe këtu në Shqipëri që nga viti 2010 e këtej, këto aktivitete nuk kanë ndaluar asnjëherë. Ju e dini që edhe avioni Epsteinit ka zbrit në Tiranë 2018. Edhe dosjet e takimet e bashkëpunimet e tyre, se një pjesë e madhe e këtyre kanë qenë pjesëtarë dhe miq Sorosit. Lidhjet e tyre janë të padiskutueshme dhe nuk është rastësi që çdo gjë që ka ndodhur në ishullin e Amerikës me pjesëtar nga Bashkimi Evropian ka përfshirën edhe të individëve të cilët kanë ndikuar dhe kanë mbështetur rilindjen dhe sektin e ndyrë anti-shqiptar të rilindjes. Dhe pa diskutim këto gjëra, këto ngjarje që kanë ndodhur atje, kanë ndodhur edhe në Shqipëri. Sigurisht në nivele më të vogla, nuk po them me ngrënien e fëmijëve, por në aspektin e degenerimit pa diskutim. Dimensioni erotik e kanë fantazinë zhvilluar. Dimensionin erotik në nivelet më të ulta. Me shishe, me shkopie, me pranga, me lule, me pranga, me pellush. Ore, i din me mira nga rilindja, nga njerëzit socialistë që e refuzojnë me përbuzje. Pra ka dhe këtu rituale satanike që kryen të ngjashme me ritualet e Epsteinit, pavarësisht se dosjet e Epsteinit nëse hapen për Shqipërinë është vendim tjetër. Absolutisht të gjithë ata që na dëgjojnë, dhe këtu ka edhe socialistë, tash i kanë filluar na dëgjojnë me vëmendje, në mënyrë të veçantë, kam postuar një postim dje me rastin e protestës. Po, them 1200 patronazhista janë fut, një 500 vedhave, a 400 vedhave i kanë bërë blok. Po ç'kishin me ty? Janë njerëzit më ndyrësira. Ti mbështesje popullin opozitar, ti s'kishe përmend as Berisha as njeri. Më kanë akuzuar në çdo rast, unë s'kam as një post, as në Partinë Demokratike, as deputet i Partisë Demokratike, s'kam qenë kurrë, as si gjë. Përveç se një ushtaraku që i kam shërby kombit 35 vjet. Por unë do ta them këtë edhe sikur ata të Partisë Demokratike të jenë Serbisë, e të mbështesin Serbinë, dhe nuk ka askush më shumë se Partia Demokratike që të ketë fol kundër Vučićit dhe kundër gjithë këtyre ndyrësirave, po kjo është çështje tjetër. Edhe kundër atyre do të jem deri ditën që të vdes. Ti e the, kolonel, partia ime është Adheu, partia ime është Shqipëria, është Kosova, është Kombi, është... Unë e pash postimin tënd, ti ke mbështet popullin opozitar, as ke fol PD, as ke fol Sali Berish, as ke fol asgjë gjë, dhe unë gjithashtu i përulem dhe i gjujzohem atyre qindra, dhjetra, mira dhe të ndershme, burra e gra që kanë dalë, se unë kam protestu me ata 12 vjet rresht, kam hëngër shkopa gome, kemi hëngër gaz lotësjellës, por si kryetari një parti politike i kam thënë Sali Berishës, 1, 2, 3, 4, 5 janë kushtet bashko popullin, për ndryshe është lojë në Ramën. Nuk ke fol ti as për Berishën, as ke fol për kënd, as i ke bërë thur lavd e Berishës asnjëherë. Ata e kanë ndërtuar narrativën, ne që bëjmë opozit jemi të Berishës, patjetër. Unë kam 12 vit që i them jo Berishës, jo Ramës, prapë edhe unë jam zari Saliut, ose vinë ata Saliut thonë ti je zari Edi Ramës. Këta bëjnë biznes, ne jemi zarët e dikujt. Ty po punon me djersën tate në Amerikë, unë po shkëllyem 4 këtu brenda Shqipërisë, i bombardum, i internum brenda vendit tim. E ngritë dorën, kishe diçka për të thënë, duket. Kam një mesazh ekskluziv për herë të parë tek ty. Je i pari. Urdhro. Gjatë 2 javëve të fundit, rreth 300-400 intelektual shqiptar të Shtetet Bashkuara të Amerikës, shqiptar amerikan, kemi marrë një vendim për ta intensifikuar dhe për të mos e lejuar regjimin e Ramadurës për shkatrimin përfundimtar të Shqipërisë. Më lejo që të informoj për herë të parë që fillojmë protestat në Shtetet Bashkuara të Amerikës kundër shkatrimit kombit. Kjo protest kombëtare është jo politike, kundër veprimtarisë të qeveritarëve që drejtojnë sot Shqipërinë, të cilët po dëmtojnë Shqipërinë, Kosovën dhe trevat shqiptare përreth.
Pra Fillimisht protesta për mbrojtjen e kombit. e kombit, dhe këtu nuk do guxoj askush të përdori logo partijake. Me Bravo. 22 shkurt 2026 fillon protesta e parë në Michigan, do intensifikohet, do ta organizojmë në të gjithë shtetet e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe do ta përmbyllim tek shtëpia e Bardh në Washington me një kërkesë ndaj presidentit Trump me pjesëmarrjen e qindra mijëra shqiptarëve. Atëherë, Ku do kolonel, të marrin pjesë shqiptarët e Shqipërisë, të Kosovës, të Maqedonisë, të gjithë shqiptarë amerikanët. kolonel, falenderoj për lajmin e rëndësishëm, sepse un kam mbi 2 muaj që po intensifikoj për natë dhe i bëj thirrje diasporës, ngriuni ju që jeni në Amerikë, shpëtoni kombin, lobonin në Kongres, në Senat, ku të mundeni, sepse jemi në rrezik dhe jemi në pikë të hallit. Por edhe sot kam bërë një video të qartë, kush nuk e ka parë shkoj poshtë, i kam thënë po deshët që në cilë pluralizëm politik, 1, 2, 3, 4 duhet plotësohen kushtet, votojnë shqiptarët. Ti ki palë hajdutësh dhe të kthehen një palë hajdutësh që i ka marrë malli me vjedhë, sepse u bën kohë pa vjedhë, kjo nuk ka për të ndodhur. Përfitoj nga rasti, kolonel. Kam mbi 150.000 shikime në muaj që vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një pjesë janë përkrahas lëvizjes Akdeu, një pjesë janë shikues tonë. Amerika na shef, i bëj thirrje të gjithë shqiptarëve të Amerikës të bashkohen këtyre protestave në Amerikë, këtij lobimi në Amerikë, pa logo partijake, në mbrojtje të Shqipërisë, të Kosovës, trojeve shqiptare dhe çështjes shqiptare, sepse nëse nuk e bëjmë tani, nesër do të jetë Nuk vonë. ka më. S'ka Nuk ka më. më kohë praktike. Dhe më lejo Kreshnik t'i falenderoj këto djem të shkëlqyer, të shkolluar, profesora, ekonomista, njerëz me integritet, njerëz me dinjitet, të cilët më kanë kërkuar në vazhdimsi që të bashkëpunojmë për të organizuar në nivelet më të larta, më dinjitoze dhe profesioniste, ta bëjmë në të gjitha shtetet, ta bëjmë me një paratë madhe në New York dhe pastaj ta përmbyllim në Washington DC, pavarësisht se do përpiqen patronazhistët e Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do dalin, për shkak se ky është momenti përfundimtar kur sulmi, akuzat e Hagës. Kolonel, Shqipëria është e demokratëve e socialistëve, kolonel. Pse duhet dalin socialistët apo po thu patronazhistët, jo socialistët e Amerikës? No, jo, Kreshnik. Socialistët e Amerikës po patën një fije burni dhe atëtari duhet bashkohen në këto protesta. Socialistët kanë me 10 ramira shqiptarë që duan Shqipërinë. Po të krahasosh qeveritë e Fatos Nanos, deputetin e parlamentit shqiptar, që nga vitet 91, 92 dhe 3-4 mandatet e para, nuk krahasohen me nivelin e këtyre analfabetëve, ignorantëve që ka drejtu dhe këtyre Don Kishotëve që ka fut në parlament Edi Rama, të gjithë analfabet. 90% e tyre o janë hajdut, o janë ignorant, o janë anti-shqiptar, o janë analfabet. Të gjithë i shërbejnë vetëm sektit të ndyrë dhe anti-shqiptar të rilindjes. Vetëm mbarësi e gjithë shqiptarët e Amerikës mbështetin i këto protesta pa logo partijake, nuk janë as të Saliut, as të Kreshnikut, as të Dritan Demirajt, janë për kombin shqiptar, janë për Kosovën, sepse Amerika vazhdon të jetë fuqia numër 1 e planetit. Mos i dëgjoni propagandat e televizioneve të rilindjes në Tiranë dhe të oligarkëve të cilët po thonë do fitoj Ballkan, Serbia me Rusin. Amerika vazhdon të jetë miku juaj. Në qoftë se loboni në Washington, shpëtoni kombin, siç jemi në pikë të rrezikut. Në qoftë se nuk lëvizni atje, Shqipëri nuk ka më në botën e re që po lind. Absolutisht, vetëm një fjali i kam. Po. Është momenti për të bashkuar gjithë shqiptarët amerikanët për t'i dhënë një mesazh të qartë presidentit Trump. Shqipëria është në rrezik me këtë leadership. Duhet një qasje, duhet një klasë e re politike, duhet pastrohet Shqipëria nga kjo racë anti-shqiptare, që në fakt është edhe anti-amerikane, sepse siç e thatë ju vetë,
këto po fërkojnë durët duke menduar që fitore e Rusisë në Ukrainë do të jetë edhe një fitore e Rusisë në Kolonel, fuqizimin e Serbisë në Ballkanin Perëndimor, gjë të cilën e ka të përcaktuar qartë Strategjia e Sigurisë Kombëtare e 2025 së Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shqipëria, Ballkani Perëndimor është domeni im dhe ata nuk kanë për ta lëshuar. kolonel, që do të vdes një ditë e di dhe e kam besu, që do mulohemi një ditë me dhe do të jemi gosti për krimbat, inshallah shkofshim me nere me faqet bardh e me dine me iman, kur thot populli shqiptar. I kam ditë, por nuk e kam ditë dhe as e kam besu kur, që do vi një ditë në Shqipni, që ti do t'jesh i persekutum në qoftë se qëndron kundër Beogradit dhe levave të tyre në Tiranë. Kur se kam e dukta.